Christian Aslani ka lënë pas më dyshjet që kishin lindur rreth mundësive të tij për të luajtur në nivelet që kërkon Interi dhe me paraqitje më së bindëse ka treguar se mund të zëvendësojë Çalhanoğlu'n në radhët e zikaltërve. Dhe në një moment të sezonit ku Interi është në garë për çdo trofe të mundshëm, kontributi i tij do të jetë thelbësor. Për këtë është i bindur ikona e klubit zikaltër Giuseppe Bergomi, i cili ka theksuar se aktivizimi i lojtarëve si Aslani është i domosdoshëm për Interin. Të gjithë skuadrat italiane kanë një grup të madh lojtarësh. Është e vërtetë që Interi ka titullarët, por nëse Inzaghi kërkon të luftojë në të tre frontet, duhet të aktivizojë Aslanin, Zielinskin dhe të tjerë si ata. Inzaghi ka qenë gjithmonë i qartë mbi objektivat e skuadrës. Duhet konkuruar në çdo front dhe për këtë duhen të gjithë futbollistët që ke në dispozicion, tha Bergomi. Këtë sezon Christian Aslani ka luajtur 15 ndeshje në kampionat, 2 në Kupë dhe 6 në Champions League. Në këto ndeshje ka shënuar 1 gol dhe ka dhënë 2 asiste.